Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokëve dhe gjithë që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërkohë do të vazhdojmë sonte inshallah me surën Al-Inshirah, surën e Sharh, besoj që ju kujtohet që kemi mbetë në gjysmë të kësaj sure në takimin e kaluar, dhe kemi thënë se kjo sure llogaritet një lloj vazhdimësie e surës Ad-Duha, kur bie fjala për ngushëllimin, kur bie fjala për përkrahjen dhe begatit që Allah i përmend se i ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kryesisht begatit në surën Ash-Sharh janë begatit më tepër të karakterit kuptimor të brendshme, që nuk ka mundësi me i adhuru njeriut askush pas Allahut mënduar. Andaj zërimi i gjoksin kuptim të qetësisë shpirtërore, rahatia e brendshme dhe lumturia janë çështje që vetëm Allahu ka mundësi me i adhuru robët e tij. Njerëzit munden që mi ofru njeriut lloj-lloj komoditeti, rahatie, me i ofru gjithçka që ata kanë dorë në tyre, por megjithatë kjo nuk garanton se ai do të ndihet rahat, do të ndihet i qetë. Qetësia buron nga brenda dhe këtë qetësi sjell vetëm Allahu te bareka ve taala. Ande Allah xhalla wala tha alam nashrah laka sadrak. Ne ty ta kemi zëruar gjoksin. Ne kemi thënë çfarë kuptimi ka zërimi i gjoksit. Pasi Allah xhalla ka përmendur edhe shkarkimin e një bare të madhe që realisht e ndihen te pejgamberi sa mbi supet e tij. Dhe kjo barë dietarët e kanë përmendur se kryesisht ka të bëjë me mëkatet. Por pejgamberi s'kishte mëkate, nuk ishte bara e mëkateve që e rëndonte pejgamberin alsom, por ishte bara e mëkateve të popullit të tij që rëndonte pejgamberin e nuk dinte si me i vozidhje. Nuk dinte se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se më shpallja, nuk dinte se si me udhëzu popullin e tij, si me i shkarku nga kjo barë e rënd e padrejësisë dhe veseve të këqija që kishin kapluar popullin e tij. Ande Allah i tha, ta kemi hap gjoksin me shpallje, edhe barën që e kishin mbi supet e tua për mungesë të njohurive, edhe këtë kemi shkarkuar nga kjo barë, se të kemi mësuar. Dhe mbi këtë bazë wa rafa'na laka dhikrak. Ta kemi ngrit namin, ta kemi ngrit emrin, je bë i njohur. Dhe kemi thënë të ndëruar vëllezër se autoriteti që gëzonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë kohë ishte diçka e pangjarë tek arabët e asaj kohe. Arabët nuk kishin tradit me pas autoritet të pakontestueshëm. Prandaj pak njerëz përcaktonin lider për vete, ishin cop e grimi të bërë në fise të ndryshme. Nuk kishin një ide që i bashkon të gjithë. Kështu që kur tha Allahu azza wa jall, ta kemi ngrit emrin, të kemi bërë autoritet, ishte diçka që vetëm Allahu ka pas mundësi me e bërë në mesin e arabëve, pastaj edhe tutje, deri sot në kohërat tona, kur emri pejgamber, emri ma i përmendur, ma i lakuar, madje ma i përdorur e kështu me radhë. Gjitha këto begati që Allah ja përmend pejgamberit alayhi salatu wasalam janë tregues se Allahu xhallahu ala e përkrah pejgamberin, se ai është i dërguar i Allahu xhallahu ala. Por kemi thënë të ndëruar, nëse ju kujtohet, se këto begati që Allah i përmend për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po fillimisht atij takojnë dhe Allahu xhallahu ala atij drejtohet, por a përfundojnë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam? Padyshim se jo. Me gjitha këto begati që i ka gëzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mund t'i gëzojnë edhe pasuesit e pejgamberit alayhi salatu wasallam, nëse ata e ndjekin rrugën e tij. Prandaj Allahu xhallahu ala është ai i cili i qetëson besimtarët, i qetëson zemrat e tyre, është ai që hap gjoksin që ata lirshëm dhe këndshëm ta adhurojnë Allahu xhallahu ala, po edhe ta përhapin këtë fjalë të Allahu xhallahu ala tek njerëz të tjerë dhe të shkarkuan nga bara e mëkateve që ajo është që ngushton gjoksin dhe ngulfat jetën, duke u penduar tek Allahu xhallahu ala, duke u kthyer në rrugën e dur, e kështu me radhë nga ajo që kemi përmendur në takimin e kaluar. Allahu xhallahu ala përmend në fillim të kësaj sure, thash se ai është që e ka udhëzu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe ai është që ja ka zbrit shpallën, dhe ai është që ja ka hap gjoksin, ja ka qetësuar jetën e kështu me radhë. Mirë po, a ka faktor njët që e rrezikojnë këtë
mirësitë Allahu xhallahu ala, padyshim se po. Ka probleme dunjaja. Mund të sot me koni qetë, sot me qenë stabil, nesër të trazohet jeta, turbullohet. Sot mund të jesh i lumtur, nesër të jesh i dëshpëruar dhe i pikëlluar. Këto janë valët e dunjas, jeta kështu lëviz të ndërruar vëllezër. Nuk ka mundësi dunjaja me qenë stabile me një gjendje, absolutisht për askë. As në kuptimin e kamjes, as në kuptimin e skamjes, as në kuptimin e shëndetit, as në kuptimin e smundjes. Në asnjë aspekt dunjaja nuk rën stabile, është e lëvizshme, sikurse valët e detit që nuk nalin asnjëherë, ato mund të nganjëherë më të ulta, nganjëherë më të ngritura, por vazhdimisht janë në lëvizje e sipër. Prandaj dunjaja lëviz dhe gjendja lëviz në anë dhe kënde të ndryshme. Nga e që padyshim besimtari duhet këtë parasysh është se dunjaja ka vështirësitë e veta, i ka problemet e veta. Andaj këtu mund që me e ngulfat jetën, këtu mund me ngushtu shpirtin e besimtarit. Atëherë Allahu xhallahu ala edhe në këtë situatë na mëson si duhet ta mbajmë gjendjen stabile të qetësisë shpirtore përkundër problemeve, përkundër ndryshimit të gjendjeve që ndodhin në jetën e kësaj bote. Shkoni kujdes në Allahu xhallahu ala për njerëzit e ndrozur, ku Allahu xhallahu ala nga njëra anë i paralajmëron njerëzit se dunjaja ka sprova. U tregon njerëzve se në dunja nuk ka gjendje stabile të mirëqenies, po as të fatkeqësisë, ndryshojnë gjendjet. Ju tregon mirë, po në anën tjetër u hap derën e shpresës, u hap derën e rrugdaljes. Dhe kështu gjithmonë nuk ka asnjëherë të nderuar vëllezër dhe motra, nuk ka asnjëherë në fen ton që Allahu e mbyll një derë dhe atë mbetet e mbyllur pa alternativa. E mbyll një derë e çel 10 tjera. Allahu xhallahu ala ka bërë haram disa çështje, po shumë tjera ka bërë halal. Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga ne disa obligime e nga shumë tjera na ka liruar e kështu me radhë. Prandaj sa Allahu e mbyll një derë, dije se hap dyrë tjera të shumta. Dhe kjo është ajo që e bën besimtarin gjithmonë të disponuar, gjithmonë e bën optimist, gjithmonë e bën të mbështetur fuqishëm nga Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu xhallahu ala e paralajmëron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se këto begati që ti kam dhënë, begatia e qetësisë shpirtërore, rahatisë, hapja e gjoksit, kjo mirësi, kjo lumturi, ky shkarkim nga kjo barë që ti realisht po e ndin këtë lehtësim tash në jetën tënde, mund të rrezikojnë nga vështirësitë. Mirë, po këto vështirësi realisht nuk janë gjithmonë dhe nuk janë vetëm vështirësi. Dhe Allahu thot fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allahu thot fa inna ma'al usri yusra. Ma'a është me, tregon shoqërim, është pjesës që përdoret për shoqërim. Kam shku ma'a fulan, kam shku me filanin bashk, tregon shoqërimin. Andaj Allahu këtu thot fa inna ma'al usri yusra. Usr të ndërruazë është një ngushticë që të shtrydh. Andaj për shembull i thohet edhe asir, usr, ajo që vështirësi, ngushticë, domthonë që njëri bjen te ato. Fa inna ma'al usri yusra. Ajo është me sad, po dhe kjo mesin në kupton një ngushticë dhe shtrydhje nga telasht e dunjas. Allahu thot me rastin e çfarë do ngushtimi, me rastin e çfarë do vështirësie që realisht takosh me te, ta ngushton jetën, ka lehtësime, ka lehtësim. Dhe e përsërit Allahu pa prap të njëjtën rregull, se kjo rregull, këtë rregull i Allahu xhallahu xhelalu i padyshueshëm, se me vështirësinë vije lehtësimi dhe me vështirësinë vije lehtësimi. Çka më kupton kjo të ndozë? Fillimisht Allahu xhallahu ala të ndozë shikone fillimisht veç nga formulimi i rregullit fillon me i zbulu përgëzimet për besimtarët. Me i zbulu përgëzimet. Në esencë, njerëzit, a kanë ma shumë vështirësi a lehtësime, a ka ma shumë begati, apo ka ma shumë sprova që i ndodhë njerit? Ja, begati ka ma shumë, ka begati ma shumë. Nëse shikon trupin tonë për shembull, ka miliona çështje që Allahu xhallahu ala i mund shëndetshme, një të smun. Nuk është e kundërta.
Nuk I ki për shembull 100.000 smundje e veç 2 organe të punojnë apo. Nuk ka që ashtu. Janë me 10 që punojnë e një smuhet apo. A që ashtu? Pastaj për shembull kur vdes një antar I familjes, një vdes 100 jesin apo. Nuk është e kundërta. Mandaj Allahu xhallahu ala na tregon se do në esenca e jetës çush është. Lehtësimet janë, mirësitë janë, begatitë në esenca, vështirësitë vijnë si sprovë. Prandaj në aspekt të paralajmërimit është dash me kon ajeti në radhë të ndryshe. Do më tregu Allahu xhallahu ala se pas lehtësimeve vijnë vështirësitë. Do mos ulshoni shumë në lehtësime, mos ulshoni shumë begati, po përgatituni për situata të vështira. A që kjo esenca e formulimit në bazë të rrjedhës së jetës. Po. Allahu xhallahu ala përmend kundërtën, fa inna ma'al usri yusra. Mas pari Allah e përmend vështirësinë, pastaj e përmend Allahu xhallahu ala lehtësimin. Apo. Pse kështu apo? Fillimisht të ndërrozo Allahu xhallahu ala kur e përmend vështirësinë e përmend në një formë të caktuar. Edhe kur e përmend lehtësimin e përmend në formë të caktuar. Vështirësia e përmendur me el, që është një shquese, do në që e bën të njohur vështirësinë. Ndërsa lehtësimin e ka përmendur Allahu xhallahu pa një shquese, që nuk kupton, nuk është I shquar, nuk është I njohur. Nuk është I njohur. Andaj vështirësia dihet 1, 2, 3 ndodhin. Andaj ka shquar. Ndërsa lehtësimi ka pa shquar, nuk dini sa lehtësimi o që në Allah ju vapën. Nuk mund të numërojnë lehtësime që Allah dërgon ju vapën. Ma e qenë nga formulimi dhe radhitja, Allahu xhallahu të regon se edhe kur të vije sprova dhe vështirësia, realisht jeni të kursyer nga bara që nuk mund të bartni. Edhe atër Allahu xhallahu kujdeset që mos të ngarkoni për te mundësive e t'ju thejnë këmbët. Nga se ju thawa, e ka largu Allahu xhallahu barën, andaj besimtari cili e ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk ka barë dunia që e thënë, për shkak se ai e gjen forcën e tejkalimit në kuptimin e këtij rregulli, për shkak se lehtësimet janë shumë më tepër se sa vështirësia. Allahu xhallahu këtu pastaj thotë fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Disa mund mendojnë se ky ajet është I përsëritur. Allah e përsërit rregullin. Jo, nuk është përsëritje. Në varg të këtij ajeti ka diçka të re. Ardhja e fjalës usr, vështirësi, me një shquese dhe përsëritja e fjalës el usr, vështirësi, prapë me një shquese, tregon se është një vështirësi. Në gjuhën arabe të ndërlozur, kur emri vije I shquar dhe përsëritet, nuk kupton për një. Nëse kur përmendet veprimi I pashquar, apo nuk kupton për shumë. Nuk kupton për shumë. Rregull në gjuhën arabe atë. Këtu domon Allahu xhallahu ala ka përmendur vështirësinë me një shquese el, që nuk kupton një vështirësi është apo. Ndërsa e ka përmend yusra pa numër apo. Nuk dihet sa apo. Nuk dihet sa lehtësimi apo. Prandaj vetë radhitja tregon se domon esenca është jeta e mirë, ndërsa vështirësia është sprovë që vije ku pas kohë. E para. E dyta, Allahu xhallahu ala mëson që çdo vështirësi është e rrethuar me lehtësime. Prandaj Allahu xhallahu ta ka lehtësuar, por nëse njeriu hjek ndon nga lehtësimet për shkak se si kupton, si vren dhe e faktorizon vështirësinë më tepër se lehtësimet, ai ka gjunjë vetën e tij. Jo vështirësia. Në sprova kur vije me lehtësime. Vije me lehtësime që nëse njëri kupton lehtësimet edhe kupton rregullin, të gjitha parametrat I ka mja dal. Të gjitha treguesit I ka mja dal. Me dalë I suksesshëm. Por nëse njëri hjek nga lehtësimet, për shembull, njëri është karon grup, dhe rreth grupës 10 njerëz. 10 njerëz. Dikush ja shon litarin, dikush shkallët, dikush dorën, dikush kët. Ai hjek duan nga gjitha. Thotë, "O burrat, ja prej që mbron grup." Po mirë, jaron grup, po ka litarin e dil. Ai përkundër litarit e shkallëve, ai prapë e vajton rënien në grup. Në rregull, ti jaron grup, ka marrë fund kjo punë. Ka lehtësime dil pi grupe. Ka njerëz që nuk shohin rrugdalje, nga si ka verbu situata që kanë rënë të aftën. Po veç
që më ka ndodhur mu. Në rregull ka ndodhur ty, që rrug dalja. Po përpoj që më ka ndodhur mu. Po mirë dhe të ka ndodhur, po tash del pikë kësaj që ka ndodhur. Po jo që më ka ndodhur mu, do s'do më dalë apo. Këm ngul në vështirësinë, këm ngul në sprovën, i refuzon lehtësime që Allah ja ka dërguar apo. Atë në këtë situatë, fajtori i dështimit është njeriu apo barra e sprovës? Njeriu, që nuk do më pranon lehtësimet që Allah ja ka dhënë apo. Pra e të ndrozër, djetarët kanë unë me 10 lehtësime. Dhe kjo është si përpjekje për me i përmend disa për tyne, për shkak se lehtësime është begati Allahu xhallahu ala. E Allahu thotë, o in ta'uddu ni'met Allahi, la tuhsuha. Nëse tentoni me i numëru begati Allahu, s'keni mundësi me adol kur apo. Pa nuk din ti sa lehtësime Allah i dërgon apo. Disa i kanë numëru kështu e kanë thonë. Lehtësimi i parë është se çdo vështirësi i ka parapri lehtësimin. Don çdo telash i ka parapri një rahati. Që e rahatia paraprake është lehtësim me kalu kanë vështirësinë. Për shkak se ti në vështirësi hin i pushum, hin dëmon i gatshëm për sprovën, për shkak se si e tu kalu për betejë në betejë. Po me çdo betejë ka lehtësim, ka një mirëqenie, ka një rahati. Pastaj gjithashtu nuk ka mundësi Allahu xhallahu ala me i dërgu dikujt sprovë më tepër se sabrin që ja ka dhënë. Për shkak se Allah nuk e ngarkon askë për te mundësive. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah askë nuk e dërgon për te mundësive, nuk e ngarkon për te mundësive. Prandaj kjo është rregull në gjithçka. Edhe në jetë, edhe në fe, e në udhëzim, e në adhurim. Andaj Allahu xhallahu ala njeriu t'i ka kapacitet mjaftueshëm, sabër të mjaftueshëm që ai sprovë me kalu që është duhet. E po njëri nuk e përdor sabrin. Njëri nuk e përdor sabrin. Nuk ka njerë që realisht nuk kanë fuqi ose për shembull pritojnë me përdor sabrin. Ju pëlqen viktimizimi. Ju pëlqen dhimbja, fatkeqësisht apo. Ju pëlqen hjeka. Nuk do me dhon mundin veç edhe pak me dal për grup apo. Dorën për të më zgjat dikujt. Kom për të më qitë shkallë për me dal apo. Që sabër ka, po s'dan me përdor apo. Nuk dan apo. Nuk dan. Omer ibn Abdulaziz ka thonë, çdo begati që ta ka marr Allahu xhallahu ala, dije se në këmbim ma që ta ka marr, të ka jap diçka shumë më të mirë. I ka thonë çka është ajo që ta jap Allahu kur të merr një begati, kallësar ta merr një begati, ta jap një sabër për me kalu mungesën e begatisë. E sabri që ta ka jap është më mirë se begatia që e ke pas apo. Nga se s'ka begati më e madhe se sabri apo. Në kuptim të shpërblimit nesër. Për shembull të ndozë. Nëse Allahu xhallahu ala për një periudhë të caktuar ta ka marrë shëndetin apo. Ta ka marrë shëndetin. Dhe në këmbim me këtë shëndet që ta ka marrë, apo ta ka dhënë sabrin. Ta ka dhënë sabrin. Po, sabrin këtë situatë nuk është i barazvlefshëm me shëndetin kur na e lypëm dunjan. Se tash sabri nuk e mundësën knacin dunja që mundësën shëndeti. Po Allahu nuk të ka pru me lypë dunjan. A nëse ti e kërkus i gjenetit edhe i shpëllimit të ka Allahu të barë këtala, me marrë me mujtë me kalkulu në smunëm, në këtë digjukimi këna me pa. Po me mujtë me kalkulu për shambull, mrena periudhës kohore, sa të ka mungu shëndeti, e ka funksionu sabri, apo të kishë me qenë e kunder ta, a kishë me qenë njëjtat vlera të shpëllimit? Pa dushim se jo. Pa dushim se jo. Nga se njeriu me shëndet në ti të ndërëvëzër, me shëndet në ti, nuk është kur i zelshëm, ose s'pëllëm kur, rall i zelshëm, mos me kuptu të kush që është qasja absolutista, apo, se ka përjashtime, njerët në shëndet të arrin shumë, edhe shëndet është i kërkuar, nësë të kërkum së mund, lërga saj. Por du me thonë që Allahu Gjellë Gjellalu, nëse e merë për shambull rrugtimin për ahiret, i merë vështërsit që janë rrugës deri në xhenet, apo me cilën këto vështërsi malet i kalon, me sabrin që të jap Allahu xhallahu në këmbim me shëndetin, apo me shëndetin në mungesë të sabrit. E kur si matje bojmë e kuptojmë që Allahu xhallahu ala ta ka dhënë lehtësimin, apo për çka? Për çka lehtësim? Nga se ka jetën vëllazër, njëri lehtësimin e kupton shumë në kësuazat kufizume.
në sazat kufizuar. Për shembull, nëse na themi se Allahu xhallahu thot në Kur'an, të kuptojmë ajetin. Allahu flet për agjërimin. Flet Allahu për agjërimin. Edhe flasë të në agjërun një muj dit. Fa men shahide minkum ash-shahra. Kush e pret këtë muj, një muj dit, falyasumhu. Le të agjëran. Mas agjërimit, me hjek dorë nga buka nga ushqimi, Allahu thot, yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Njëta shpreje që ka në surën Inshirah. Njëta shpreje. Allahu po do mja u lehtësu juve, e jo mja u vështirësu. Mirë, lehtësimi të nërozër, me qëka ndë lidhe, me qëka Allah po do me në lehtësu, me agjërim po do me në lehtësu, vare qëka, a o gjithmonë agjërimi lehtësim, gjithë, a është, jo nuk është, jo, vështirësia lehtësimi, agjërimi, vështirësia është, apo nëse për shembull njëri ka angazhime, ka punë, të në vitin me agjeru, a e vështërsi është, apo a vështërsi. Vardë me qëka e matë, nëse e matë për shembull, nëse e matë agjerimin, a letësim, a vështërsi, me dunja, me rahati, me argëtim, me dalje, a vështërsi, gjithë pengon. Sun del kur me kërkon se, sun hanë, sun pin, gjithë i barë, vështërsi është. Nëse e matë agjerimin, me rrugtimin për xhenet, dhe sa fiton me agjerim, e shesë sa lehtësim i madh është agjerimi me shku në xhenet. Para mendoni për shembull të vëllezër, të kishte me qenë e kërkuar nga ne ndonjë aktivitet tjetër përveç agjerimit për me shku në xhenet. A dini se unë kish me qenë apo? Allah e ka lehtësu rrugtimin për xhenet me agjerim. E nga ky aspekt, kur ne e mendojmë kënaqësinë e Allahut, e mendojmë xhenetin, agjerimi është lehtësim. Kur e mendojmë të rahatin e komoditetin, agjerimi është vështirësi. Ani varet me çka matë, sikur për shembull kur flitet për fenë Allahut te barekuhu teala. Islami është fe mesatare. Krejt që të pajtohemi apo. Po tani kur vim na me shpjegu çka mesatare, tani varet pikat referente me çka e mati apo. Me çka e mati. Dikur për shembull thot, fe mesatare është që mos me fol shumë për namazin, lej njerëzit ka i gjuna me bo, apo se aj me qka e matë, pika referenti qka është, apo? Pika referenti ti është, a që s'beson heq. Apo a që s'beson heq, e ata që janë atje khavarejgj, mes që kuj bjen, me folve gjumon. Që ti bjen mjesit? 5 vakte që kujnë tu e rënun ka pak e sot, tu e te prua. Po se pika referenti kuj kiti i ke qitë? Normal është. Edhe mes në gjamis, ku duhen e bëj mesin? Unë ku duhe bëj mesin? Pse? Pse thonë pik këtu, që të për mati që të bjen mesi? Sahi? Varet ku i qësën pikat referenta, për kuptani? A më nëse pikat referenta të ku ka vendosë Allahu Gjallahu Ala, mes të cilave e ka trasu shpallën e ti, atër e kupton që ka mesatare për. Atër e kupton që ka mesatare për. E kupton të një kush është në cilë ekstrem, edhe kush është ka e mon anën dhe një kuptimit saktuar. Pra e shumë në nësitë, shumë me kuptu qka, për cilën në cimë për fletë. Për shumë një cili nuk e ka të lidhur jetën me gjennet, nuk beson gjennet. Me lipë ti me agjeru, a është tira o letë? E është tira o lavë, është problem është të. Sa gjenim për të është të lashe. A më momentin kur e ndërlidh rrugtimin me xhenetin Allah Azza wa Jall dhe pengesat e rrugë, e kupton që agjerimi është lehtësim. Edhe sabri që ashtu. Allahu Xhallahu Ala ta ka dhënë shëndetin, ta ka dhënë pasurinë, ta ka dhënë këtë. Kër ta merr kët, nga se kjo s'po të funksionon mirë me të xhenet. S'po të funksionon. Ka dalë të shku. Të jap një mjet tjetër që më shpejt më shkon në xhenet. Ata ka lehtësuar, ta ka vështirësuar. E që shtu kur e matë, gjithë ta ka lehtësuar Allahu te barekuhu. Prandaj të ndërroza ku përmend së herë, momentin kur ne shkputemi nga ahireti, momentin kur ne i kalkulojmë gjërat, po jo me ahiret, po me dunja, prishin hesabet atë. Edhe nuk kupton ajetet e vështirësohet gjithçka, komplikohet gjithçka atë. A momentin kur ti e matë me xhenet, shumë ka lështë. Për shembull, të ndërroza,
Ai rasti një orë i asoj gruaje e cila ka pas epilepsi. Edhe i ka rot fikt, pranoj i ka rot, mi të zhuk i ka rot fikt. S'provosh kjo. E në manjeri që është smut, ka probleme, do të me kërku shërimin, kjo është normal është atë. Por po flasë duke për këtë rast në një kontekst këtë tjetër, në kontekst në temës që po flasim, jo në kontekst në trajtimit e shërimit. Ajo është çështje e qartë, do si duhet besimtari më u trajtua, më shërua këtë në punë qartë e jo në kontekst në lehtësimit po flasë atë. Që është gjeneti lehtëson, që është të dunjas, nuk i vërtirëson atë. E për që të lehtësim Allah po fletë. Ajo gru i ka thonë pejgamberi sa oj dërguar Allahut, lutë Allahun me mëshiru. Ka qenë za shika, lutë Allahun me mëshiru. Pejgamberi se ajo ka pas vërtetësi, ka dash lehtësim. A ka dash lehtësim? Ajo ka pas vërtetësi, ka dash lehtësim. Jena qartë. A ne ka unë ja Rasulullah, lutë Allahun xhallahu ala me mëshiru. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in shi'ti da'awtu laki Allah xhallahu ala wa yashfiki. Nëse dan e lësë Allah xhallahu ala edhe shëran atë. Po nëse dan bë sabër ki xhenet. Çfarë po dan? Ka thonë asbir, po bëj sabër. Domthon apo dan shnetë apo dan sabrin, çfarë po dan? Ka ne po du sabrin. Ka veç lutë Allahun që ku tërxona mos më çplua atë. Subhanallah. Derti mundë muslimash mbulesa e saj atë. Mos më do këmbë asaj, dora asaj, shika, edhe në arsyetimin e saj më zbulu, s'ka dasht më zbulu atë. Ndër çfarë arsyetimi kanë tek Allahu xhallahu ala ato që dalin të zbuluara, madje zbulim të tmerrshëm ekstravagant në rrugë. Çfarë arsye kanë tek Allahu xhallahu xhelalu? Kjo smut ka qenë. Ka lutë Allahu xhallahu që këtë zona nuk di çka bëj me mua, më dal në koma, më çlodh diçka, bles paku Allahu më mbajt të mbuluar. Kjo është, domthon, turpi pi Allahu xhallahu ala para se me qenë e turpnuar para njerëzve. Pas kujdet që del njëri para njerëzve të ndruar vëllezër. Është çështë më rëndësishme atë. Është më rëndësishme. Shikoni nënat e motat tona në Gaza, sinqerisht të mahnitin ato. Në çfarë telashe, në çfarë problema marrësh. Domethën vazhdimisht mbuluara, ose kuptoj ato kurse ikin shamina. Don a granatohen, a bombardohen, a sulmohen, a plagosen, a turitur, a të lodhur, a të raskapitur, a të smuar, e mbuluar është. Kjo sinqerisht tregues i një përkushtimi maksimal për merut ato që ka është Allah xhallahu ala, e tjerat ja bëjmë qarën në këto në dynjë. Të vëzër, që kjo është tregues, kur Allah me e letu, dikush ja letan ato. Dikush në granatim, në bombardim, në nuri, në vështirësi, gjenë fuqie, forcë, me kone, ato kanë arsye me dalë zbuluara. A ka arsye? Jo në ndërta normale. Po në shpit vetë, bombardohet me pështu e gjallë. Nështë normal që du të me dalë qysh ka qëllu në shpi. Nështë normale e punë. Ama si gjenë të zbuluara, interesant, 98% të raste që mediat non-stop të regojnë, zbuluara. Dhe që kjo e dirë tëimotë muslimanë. Kër Allah e lehtësan, s'ka të shtira. Kër e lidhë me Allah në gjallë gjallu. Dhe Allah fletë për këtë lehtësim, fletë Allah gjallë gjallu. Për këtë lehtësim Allah fletë. Kër të apë Allah sabrin në adhurim, të apë Allah sabrin së provë, tani të lehtësan, Allah të lehtësan, a i punë provim qëtin, ma të kalëzën shme kalua. Ke pasja i profesori, më provim duhet me është tjepën, ama kur vinë nesër, ju kalëzën pyjtë. A ti kime shku në provim, apo, është një farë ngarkesve që si kime jetë tjepën, ama edhin që kime kalu se, kejtë këmë ti kalëzua. E Allah gjallë për thëtë, vërtetin këmë e quë se regull i jetës, është regull që mi te kom kryu dunjanë, nuk muna me si kom do më thonë, largu, ose si kom rujt pejgamberte, e mi, pe i sprove, ata e në sprovu në smundje, në telashe me njerës, ki mu sprovu edhe ti. Ama dalën, kur vije lecimi, kur Allah thotë, bëne që ta, që ështot edhe delë apëta. E kur delsh, del shumë i pasur se që ke qenë ma herët apën. Në është problem, ngritje, kënasit Allah xhallahu ala. E kjo qasje e besimtarit me këtë regull, këtë jetë, a është letësim a vërtërësit në vëzër? është letësim, sabër është letësim. Pastaj çka letësim? Letësim është pastaj edhe përgëzimit Allah xhallahu ala,
përzimet e Allahu te bareke ve teala. Domthon sa ka përgzime se çka i pret besimtarët që realisht i kalojnë vështirësitë si duhet. I kalojnë vështirësitë si duhet. Domthon në njëri të ndonjë vëllazër që ka me kaluar për një telashë, një sprovë. Ama i thuhet atje të pret çka s'ka njëri në dunjë mënesh. Mendja e tij të shpërblimi i lehtëson vështirësinë, sikur se ka thonë shumë nga dietarët, po ai Ibn Xhauzi rahimullah e ka përmendur atë. Thotë Ibn Xhauzi rahimullah, atë shembull që kemi përmendur, domethënë i ka përcjell dy punëtor duke barrat rona apo. Atë dhe habitës sa let po i çojnë çatje, bardhë çatje. Edhe e shesha se diçka ata mes vete po komunikojnë apo. Çka kanë bë? Për me lecu barrën domthon e asaj që kanë bardh supet e tyre, ata kanë dashur me zhvendos vëmendjen jo te barra dikun tjetër. E çka kanë bë? I nështyn poezi. Ka thonë që kur të qenë kët barr atje, ti e thosh një poezi. Dhe kur të bina të barrën te ka, unë ta kthem në poezi. Tu mënu kë çka kam i thonë, e kë çka kam i kthy, kanë harruar që janë të bajta ato. Ka qenë lehtë se vëmendja ku dikun tjetër apo. Vëmendja ku dikun tjetër. Thotë Ibn Xhauzi rahimullah, nga kjo mora mësim edhe për rrugtimin në xhenet. Nëse njëri ka me të xheneti, i mshirë syt, që Allah ka me të shpërbly, që Allah ka me të ngrit, që Allah ka me të pastru, apo edhe ati ki met, a lehtësot s'prova rëndohet? Jo, lehtësot. A më nëse ullë ishe më në dhush, që ata shokjën dalë, dulë pranvera, dili pëndzen, meta në shpe, kush e di kur ka më shnosh, subhana Allah, rini tem, që më shkë rinia smut, që kënire ka letë e ka shtira, ja, ona fërë shtirë. Fashti, dytë njëtën s'mune mund me pasë, ama njoni ndryshe e mendon, e tjetëri ndryshe e mendon. E nëse da të ka udhëzu që mendja jote më u zhvendos nga bara e sprovës të këshpëllimi Allah të vare këta që është real, nuk është imaginar, o real, letësot. E që kjo është inë mal usri usra. Jo kom letësu me premtimet e mija, jo kom letësu me shumë shpërlime që ju presin që nuk din ju që ka kom ju dhonë për shpërlimin që ju pretë për shkak të vështirësive që keni kaluar. Në çfarë do fushë të jetës së juaj? Në çfarë do fushë të jetës së juaj? Prandaj, a është lehtësim kjo nuk ka lehtësim? Vëllai lehtësim, ky lehtësim nuk është tash mas sprovë, kjo bashkë me vështirësi, kjo bashkë është me të bashkë. Pastaj të ndërlozë edhe mbrana për vetë vështirësisë. E sheh si e ka letuar Allahu te bareka. Çu e ka letuar? Po kur është çaj që të ka godit, apo çaj që të ka godit. A është krejt që ka mund me të godit, në që ata është pak pjesa që të ka godit. Pak është apo. Për shembull, nëse dikush është smut, nëse dikush për shembull i ka dek dikush, nëse dikush ka probleme me varfëni, me çka do koftë. Sprova e quajtur smundje, sprova e quajtur varfëni, a dhe pimarëm çdo sprovë që më kanë jamën apo. Edhe qaja sprove ka një dosje 500 faqe përër. Kur të ka godit qaja sprove që vërgjësi, atë ka godit krejt dosjave që faqet e para. Fillim të ka godit ka pak ose në mes një 4-5 faqe se me të godit krejt të mytë. Së munësh. A ka mundësi njëri të ndëllëzër mi ambledh përshon. Krejt smujet e mi a gjujtë. Desë Allah. Nuk mundët. Po adë një smuj që koftë. Që mërë një qëfar të smuj e koftë? Që të smuj e koftë? Për mërë për shambull smujën që në i thënë e gripit, që është pak ma në raport me kancerin. Ama këtë gripat e mund shve në dunja që kërë me tja gjujtë. E mi visin e Allah. E një këtë e mi dunjan që ke para dë vjetë. Një Iran dhe këtë e mi të. Edhe pjasa që të rukë krejt, të rukë pak. Andaj ka thonë pejgamberi s.a.s. për sprovat, shikojnë në atë që është, ma po është, kjo që mund me të goditëm. Andaj të nërodhe prapë, po këthejme të aja teme e vlasë dhe motër ato në ngazë zapë. Kjo që mund me të goditëm. Kjo që ka i bjena me dek dikoshe, kjo që ka i bjena me konë unte, kjo që ka i bjena me konë i friksume, kjo që ka i bjena me konë pa gjumë. E shek këta e që atë ka godit ty, sa është hisja e asaj që dikush e pagun pak më nërju shabë.
E shë që, andaj, a është këtë lecim ajo? Andaj, Muhammed ibn Wasi ka qenë nga djetarë të mdhej, e i ka dalë një varë në dorë, e i ka rrjedhë vazhdimisht, ka qenë varë që i ka pengu. Edhe dikur i ka thonë disa nga nëzanës, i ka thonë, o shekh, u zgatë kjo farvarës, s'po të snoshtë, konë elhamdulillah nuk është në gojë, tani edhe derës të kështë në hupa, kështë ble derës të për majna, ka ditë me bajtë, konë se kjo ndorë që është, po më dhe mua, ma derës i për matë, me pa konë gu, as derës i kështë majtë, as dikës kështë apon, kështë që elhamdulillah, Allah gjellëva dhimë dhe ma ka qu, a ma dikës ma ka nala, lehtësima kjo kërë kështë e kuptan ti Allah, ta ka dhonë këtë, ta ka marta, qërë tani, a shkë lehtësim, e qëka është, inë me al usri usra. Një vështërsi vjen, po, një vështërsi vjen, një smuje vjen, një dhimbje vjen, po, ose një problem vjen, po, bime të shumë lehtësimet, shumë të sabret, të shpërblimit, ma di të vetë sprovës, nga që të godit, nuk është të tëra, pak për sa të ka godit, po, sa ka këto lehtësima, po. Pastaj lehtësim të ndërlozër edhe të forma tjera, për shembull, që Allahu xhallahu ala ka treguar se kjo sprovë që të godit, kjo vështërsi, nuk është të përhershme, është të përkohshme. Është të përkohshme. Të ndërlozër, kur Allahu xhallahu ala përmend begatitë e xhenetit, çka kanë me pas xhenetlit në xhenet, këta, e përmend në fund, khalidin fiha. Që kjo është e që jep kuptim këtë tjera otën. Që kjo khalidin e fiha mos me konë se shumë knash me përgzimin me xhenet. Para me thonë kime pas kaq hapësire, kaq begatie, kaq mirësie, kaq pallate, kaq lehtësime, kaq natësia, ma 100 vjet. Tani kime dalë edhe çaja fundi që kime dalë, aja që të knash krejt, lexoj, për xhenet fotot kur s'kime dalë, përjetësia e knatësisët, më po. Në dunja, ka sprova, ka të lashe, ka kështu, kalimtara është, kalan Allah. A është letësima, është vërtësia, letësima është, letësima është, ka me kalua, Bilali ka qenë smut, radiallahu ta'ala anhu, edhe rëfen gruja ti për ethet e fështira që i ka pas, ka qenë gjendë e shumë tronë, mi po e ka ngushtu vetë vetën, ja ka lehtësu vetë vetës, dhimin duke thonë, gaden elka nëbije vë sahbe. Nesër e takoj pejgamberin shokët e ti. Në veç mi mshirë sytë edhe dullëm, shkum. Përna e ka lecu vetën me dëmohon karakterin e përkëshëm të dunjas. Ska kërët përheshëm të dunjas të nëzë. Ska kërët gjopë. Andë besimtare edhe gëzimin e ka të kufizuar, po edhe dhimbjen edhe piknim e ka të kufizuar. Kur gjë ska këtë diqka që i meritan, krejt qenin mi adhona pëtën. Për e që asaj që është tek Allahu të varta, gjanetin e ti. Atje po, për jetësi, knatësi e vazhdueshme apo. Prandaj të ndozë edhe në dunjë apo. Kur des dikush, ku ngushlimi jon apo? Ku ngushlimi jon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahu tim te ka këna më kthy. Për gëzimin që kimë taku nesër prindin ton, dashnin ton xhennet, në përjetësi që s'dash kur me të, që kjo është të ndozë lehtësimi më i madh në çdo sprovë që të godet, në çdo vërtetë që të godet. Prandaj a është inna ma'al usri yusra? Pa të shumë se po, me gjdo vërtësi vje, lehtësimi. Me lehtësimi është para vërtësis. Lehtësimi është me vërtësin e për cilë. Një vërtësi e shumë lehtësime. Edhe pastaj, ndryshimi i gjendjes është lehtësim. Se mas do vërtësie, vje lehtësimi. Vje lehtësimi. Mas do dhimbje, vje qetësia, vje pushimi. Mas do lodhje, mas do vinë. Dunja është silët. Ku ka qenë pejgamberi aso në Mekë, apo e ku ka ardhur puna e tij në Medinë. Qysh ka vdek pejgamberi alayhi sallam. Kanar edhe i çliruar me përgëzimet e Allahu xhallahu ala kur e ka pasë Mekëja nuk është më mbush me idhuj, por çabi i Allahut e ndërtuar për ta madhnuar Allahu xhallahu ala është kthyr në dyert e besimtarëve. Ka vdek i qetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka gjetur rahat, ama s'ka qenë çështë në fillim, ka qenë i shqetësuar, i ngarkuar. Në dunja e lëvizë të ndërëzër, s'ka askur që rrën me një gjendje, absolutisht. Kër e ka marrë Ebu Abbas, Safah ka pas amrin, një për halifja i pari Abbasive, ka pas Emevit, dinastia Emevit e ka pas udhëheqjen e shtetit islam, halifatin, dëmëhon për kohë caktuar, pastaj mas tyne ka marrë Abbasit.
E kur ka marrë Abasi, që kja bëllë Abasi, ka qenë arrogant, ka qenë, të këtësisht, ka bo hajrë qëllimet më, po ka qenë edhe diktator. E nga arroganca e pushtetit, se pushtetit jep arrogancë, bën arrogant, jo modest, po asaj që ka frikë Allahun te bareke ve teala. Se pushteti ushqen arrogancë, unë më i tham, ta bëj arrogancë. Sprovë ngrati, mendon që gjithë ka mërnuar. E tani ka thonë Abu Abbas Sefahi, këtë flamur që sa dhe kemi ngrit, apo nuk kena mi adhon kujt deri t'ja dozojmë Mehdiut kur vjen. A dini sa e kanë kova të mërë mësë Abu Abbas e të Iha, sa dinastia, sa halifja, sa njerje. U shku Abu Abbas, u shku flamuri me te. E zdo njëmë. Kërkush se ka gjithë flamurin e ngritër. Dikuj t'i ngrit flamuri, dikuj t'i bjen flamuri. Sa përëndëri ka pas, të fuqish me të dhaja, kanë thonë njësh, kjo së shkon kur. Ka shkua, pëtër. Ka metë. Allahu te bareke ve teala. Andaj, kur ka vdek Harun al-Rashidi, çfarë pushteti ka pas? Se ka pas skajnë pushtetit, gjysmën e dunjas gati ka pas të asoj kohë të banuar. Apo? Po kër i ka deka, uron dëguje ka thonë, la, ja men la jazulu mulku, irham men ka zale mulku. O ti që kur pushtetit nuk hup, bara rahmet në ato që i shkoj pushtetit, jepëtën. Shkaj, jepëtën, eci, tu t'jepëtën. Andaj të nëzër, besimtarit gjenë letësim, në gjitha aspekt, edhe kur dikush hyp mi krye, edhe kur dikush i bën zullum, kur dikush e privatët, përkosisht të Allahu këna më uzatetëm. Letësim është kjo, letësim është kjo. Kur ka dash Haxhaxhi me vrar Sejdi ibn Xhuberin, zumçari Haxhaxhi apo kriminal, me vrar Sejdi ibn Xhuberin për dietar apo. E ka dash edhe psikikisht me vrar para se me vrar fizikisht apo. Kuptim të zhgënjimit, dëshpërimit, mërzisë. Po. Këti i buron për mrena, sa të sënë henti me dëshpërua të apë. E i ka thonë, një prej tallive që ka tentu me bon raport me ta, i ka thonë, të e ga qysh për dhe me dëra. Apo dhe me ty ka kibla, apo dhe në kom, apo dhe në ullim. Do me dëra ka me dhe, po ka do që për ki qefë se për të respektej se i djetarë. Respekt për ty, ka të zamë që për dhe me dëra. Ta është me konë njëri që është i thymë, që dërzohet dhe të kua. Po, normalë. Mundë situata me konë shumë e pakëndshme. Ka qenë kjo i fort, ka qenë pjo limove, ka qenë njëri madha. Kur vra Sejdi ibn Xhuberi, ka thonë Hasan al-Basriu, sot këna vërros, ka gja shumë ilm me qëtë njëri. Ka gja dije madhe u hi në varë me qëtë njëri. Njëri madhe Sejdi ibn Xhuberi, i djetare më të majtë të kohë se ta binë. E i ka thonë Haxhaxhi që shto, qysh po ki qef? Ka thonë, qysh dush? Se qysh të më vrajsh në dunja, ka me të vëra Zotin Gjehenem për mua, pëtën. Qysh dush e bujna, pëtën. Për anë të më nëzëra, pëtën, ky lidhun e komplekson atë zgjidhën në atë jam, pëtën. Fuqia e kënarisë. Pse? Pse për kënarisë për imrana. A i lecim e ka takim me Allah të bare këtala. As ma mërë shpirtin para kohë, as ki që ka me mbu pa caktim të Allah Gjellewala, as palen e ti, ba që ka dush, pëtën. Qysh ka thonë, si li bazë e faronit, pëtën, fakdi ma në të kadë, qatë dush ba, pëtën. Innema taqdi hadi l'hajat e dunja. Kej që a ki mundësirë që dunja ki bën një sen, në mëjsh që tu diqka bën se, shkove për në të e të ka la kur zatetëm, dyshër situata pas taj. A që kjo lecim, që kjo bini që la u të jep, o ti që të bote pa drejt, e ki një zët që ka me marë hak për ty, në dunja ose në heret, a lecim që kjo? Në shumë lecim i madhe kjo, kjo shumë lecim i madhe, kjo është shkarkim. Qëfar do zullum me të abon dunja? Qëfar do haku me të angur dunja? Qëka do qoftë? Se kërse kemi mësuar surën Tekwir. O idhel me udet të suilet, bi eji dhembin kutilet. Kër e varrosra ka mu pyt, pse më keni varros? Po, Allah po, ata thmit vram nga Gaza, ata njerëz të vram atje, kanë me pyt kriminelt, pse na keni vram? Po ata që kanë pat mundësi me inimu, pse s'na keni inimu? Krejt llogari kanë me dhona, tek Allah te barekuhu teala. S'përfundon çështja me një bombë të hedhur, s'përfundon çështja me një shpirt të dalën, ja, tek që aty fillon procesi. E din Allahu xhallahu çush e përfundon e ku e përfundon. Ai të thotë kjo lecim, njëri nuk bën me kërku sprovë larg asaj, nuk bën me kërku dikush në qafë me hyp larg asaj. Por kur bien në këto vështirësi, në sprovë të caktuara, i ka dhënë Allahu rrugdalë edhe këtij, me çfarë përgëzimi,
karakterin e përkohshëm të kësaj dynje. Shkurt është Allah, kena medalë të dynja. E tek Allahu takohen pastaj ata që kanë pas hasmëria, wa indallahi, thot një poet, tajtamiu al-khusum. Tek Allahu xhallahu ala, ata që kanë qenë hasmëri bën bashk armiqt. E Allahu don mes njerëzve pastaj. Allahu gjykon mes njerëzve, gjykatësi i drejtë e suprem. Prandaj të ndërrozur duhet një murujt që mos me keqpërdor çfarë mundësi që e ka pa Allahu xhallahu ala begati e dikujt me shkaktu padrejësi, me ngushtu jetën dikujt me lehtësimet e tua. Mos ja vështirësoj jetën dikujt me lehtësimet që ti i ke apo. Asnjëherë. Çfarë do begatie që Allahu me te ta ka lehtësuar jetën, lehtësojë të tjerëve, jo e kundërta. Ka njerëz që Allahu xhallahu ala u lehtëson jetën me begati e ata me atë lehtësim dikujt ja vështirëson jetën apo. Po edhe kjo është e përkohshme. Prandaj edhe kjo është përgëzim. Edhe kjo është përgëzim për çdo kë që është në vështirësi, është në ngushtisë, është në telashe, se tek e fundit e përkohshme është, kalon, nuk është asgjë e përhershme. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Me çdo vështirësi vjen lehtësimi. Prandaj, sikur se ka thënë Ibn Abbasi, len yadhli bi usrun yusrain. Kur s'ka mundsi një vështirësi me imposht dy lehtësime apo e më shumë. S'ka mundsi atë. Po njëri kur është impostur pe imrana sa duhet litar në shaj e shkallë, badihalla, s'ka takat mund gjitë, plemitina është apo. Ama Allahu ka dërgu për krahje, Allahu ka dërgu për gëzime, Allahu ka dërgu ngushlime, Allahu ka dërgu mjaftueshëm për çdo besimtar që në çdo vështirësi me gjetë fuqinë, me gjetë energjinë, me gjetë optimizmin e mjaftueshëm për me dalë pe çdo krize, pe çdo sprove. Nuk ka sprove me këto lehtësime që të poshtë, absolutisht. Po, mund më na lodh, mund më na mërzit, kjo është normali me njerëz, po më na poshtë, më na gjynzu, kur për shkak se Allahu po garanton me rregull të shkruar në librin e tij se me vështirësitë vijnë edhe lehtësimet. E shumë tjera që dietarët kanë përmend këto, prandaj Allahu vazhdon të thotë fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kjo sura është surja që shkruaj emrat e vallahi. Sura Al-Inshirah, sura që ta qetëson shpirtin, zemrën, mendjen, ta rregullon jetën. Që Allahu po vran fillim për jetën e mirë, shpirtënore, qetësinë. Pastaj po paralajmëron për turbulencët e caktuara që kanë mundësi të shfaqet gjatë rrugtimit, po qet ka dalë se normal është, zbjen, nuk i merra. Vazhdo me fluturu, vazhdo. Dridhet ka pak normal se dunja është ashtu. Ama i ki mjaftueshëm të ndezur faktorët e sigurisë, nuk bjen kurrë ato. Nuk bjen kurrë. Ka pak dridhesh, do turbulencat bini hise, dunja është kjo. Ama lehtësimet janë çaq të mëdha, saqë siguria është gjithmonë në anën tonë, se s'ki me ra, nëse kapësh për Allahun te barekutaala. Mirë po, të ndërozër, çka na bën hise neve? Shikoj Allahu te barekutaala tregoj lehtësimet në vështirësinë. Kush i sjell këto lehtësime? Allahu te barekutaala. Kush e hap gjoksin, kush e sjell rahatin? Allahu xhallahu ala. Kush e largon barrën, kush ta ngrit nomin, kush ta ruan autoritetin, kush ta ruan nderin, pasurinë, kush ta lehtëson, kush? Allahu xhallahu ala. E ti çka ke hise? E na unë qëka të me na pra? Për qëtu krejt, qëka të me boti? Allahu tha, fe idha farakte, fansab. Fe idha farakte edhe kjo regull, fansab. Ojla rabbi ke farga për regull. Kejtë regulla. Ses la për një vlen ka një ders në veti me majta. Mirë po sonte për përfundojmë isha asurën shërë. Fe idha farakte, fansab. Farak është fundi diqkavit, kër e krynë diqkavit, farakte. Ndë Allahu po thotë, fejda farakte, kur të krysh, kur të lirohesh, fansab. Qka i bjen kur të lirohesh? Kur të thush dikujt, më falë, kur të lirohesh, thërëm. Qka i bjen? Së është në zonë. është në zonë. Apo? Dikujt që është të nejt, i thush që kur të lirohesh, thërëm. E që ku më liru më farta, e të nejt është. Apo kupta? Allah në të regon se besimtari, për kundër vështirësive, sfidëve, telashëve, a i në punë është, s'ka që e nalë. Andaj, po thuaj se Allah përnat, si jem të diskutua, kime punua, kime angazhu, kjo është punë e kryme, ti dush me konë i zelshëm, dush me konë punëtor, dush me konë aktivist, dush me konë i vyshëm, dush me konë. Veç po të kalzoj që kur të krysh një punë, që ka kime për masasoj punë, se për që si jem punë, zban, nuk për mështë me konë bati javgjia,
E fejda farakte kur të krysh punën. Çfarë punë kur të krysh? Kanë thonë dietarët disa mendime, po këto mendime plotësojnë një të tërë. Kur të krysh një adhurim, kalon tjetrin. Apo, kalon tjetrin me njëra pëtën. E kryin namazin, kalon dhikr. E kryin dhikrin, kalon dua. E kryin këtë, kalon këtë. Mos le kur bëshllëk. Kur mos le bëshllëk, apo? Do në kryin një punë të ahiretit, vazhdon punë të ahiretit. Ose kanë thonë, nëse e kryin një punë dunjas, kalon punë të ahiretit. Do në konë zonë me do punë, po, kur të krysh, 2 rekate, lexo Kur'an. Kur të krysh, opet, do në çdo hapësirë që t'jepet mundësia në këtë dunja, shfrytëzoje në favor të ahiretit. Fa idha farakte fansab. Farakte kjo pjesa ku njëri përfundon një punë dhe para se më fillon me një punë që ja koha e lirë e njerit është zakonisht e keq përdorur nga shumë njerëz. E keq përdorur për shumë njerëz. Edhe Zoti shumë sherrë vinë në çit periudhë. Në çit periudhë. Njëri që është i lodhur në punë, njëri për që është i angazhuar në projekte madhore, nuk ka vakte i marrë me ty të farmabetesh. Ku shkaj, qabonja, përshet ato, s'ka vakte Allah, nuk ka vakte. Vakti për shkone i ka 100 punë, ka projekte, s'ka vakte e për. Kur kena vakt me gjyku tjetrin, me janë ndjek metat, kur kena vakt me që ka pothojnë këta ata, kur kena vakt? Kur si jem të bukur gjofë, që thera për. E zakonit të lëzër, njerë që s'kan pas projekte me mordije, s'kan pas projekte me bo punë të harit, me punë të zelë shumë, në qështë e dunjas e të ahiretit, zakonit i shetë të tilët, badjavji, gjithë ditën silën udhve, apo të këshyrë kujtë me janë gjitë, në qafë, në gjykim, ja i dalën feje, ja i dalën fara, ja i dalën menhegji, diqka i dalën dikun pa, ama dikut këna me janë gjitë se, pse rrim në këtu? Na qitë punë e kem. Ne kem qitë punë. Ne kem qitë punë me këshyrë cili e hoqë për shatë. A mos me konë na qka bëni jo pëtën? A kuptut? A njësë bëdi javgji. Sen s'ka bënë këtë dunja. Kush harin pas që ka? Nas një sen. Veç barë problem me musliman dhe i gjematit. Veç të lashegji. Veç të bin tema që të bojnë problem. Veç të bin tema që në gjallin debatet e diskutime. Veç të bin tema që të zhvendosin nga punë të harit. Tilë, s'ka kur gjaj. Allah me konë në zonë, në punë të harit, s'ka vakë mërë Allah. A së shaj, nuk shaj. Nuk shaj, është në zonë e për. Qështë i ka thonë, e u Besakhtianit, rahimullah, një njeri ka thonë, ka mundësi me bëtë debatun me ty, debat, ka në në dilin, të një debat, ama dili jetës, s'ka vakë të Allah. Se debati me qatë njëri, qka përfiton ju Besakhtiani? Vetë smuj përfiton, në smuj dash me janë gjitë, hinë debat me ta. Kërshë qëfar nivelli, e kërshë qëfar diskutime për qëfar tema. Njëri ullët, njëri rëndomt, pa plan, pa kurgjë. E mënën që këtë dujët është ka vakt, me bo debat, jo, jesë kam pun tjera. Andaj bë projekt një tonë, angazhaj vetën tonë, mos te kotë lirë. Nëzini vetë me diqka, vallaj në kotë lirë, shejtani bjen vezvese. Të në në kotë, kam vezvese, kam sene, vezvese është sprovër, s'munja, Allah në rujtë, Allah i shërota ata që janë kësi probleme. Po zakonisht ju themi, ato që ne kam su djetarët, zakonisht, aj që ka vezvese, qëka i thush? Mos me na për vezvese, që po në lëdo dikone, që shkujnë vezvese të më, shkujnë vezvese. Andaj, njëtë e komeri, radiallahu ta'ala anu, në kohën e tina, e konë, i kam dajte të paqarta, e ba djabgji, të këshyrë, kanë që këjatë, s'po më duke që, e këja jetë, se pa djama jetë, e me konë që falit namaz natë, si binë men këtu vezvesa, ose që i lezon Kurane, po, ama ka lypë, o me konë ka unë tashën të jeku vezvesa të jopë, kanë prit veç paka, po, e uje ka marë, ka pas një farë që ashtu haletit mirë, edhe ja u ka hek njerëve vezvesa, si i ka prek, i ka dollë vezvesa, me herë. E tani i ka thonë, o presi besimtarve, nëse je të mëra për vezvese, shkun. Vallaj shkun. Nëse je të mëra për me mytën pak më ndryshë se marova, nëse do me mytë bre vjerëm, ama që shumë të mëra, ja, me e kanë sëmë të tash me të mytë, po, a shkun, ka thonë, shkun. Mas do vjetë, u do një fraksion, i devjum, e ka thonë, hajde se të ka orë dita, që tashtë, atë në ato,
ajete që i pati gjetë gabim Kur'an, a din ato ajete, kon, hajde se na tash të përkram, kon, ja, më ka bu tërbije rubi Allah të kur mu, i ka bu hajri i laqët mas 20 vjetë, aftën. Kur ka vak njëri, gjonë, tulli farë, në hadith, kanë thonë djetarët, e kjo fjallë që këshyri vëlla punë të tua, e këshyri baditin tënë, e këshyri ignorancën tonë, e gjehlin tënë, e punë që i kellon lugën të nonë, shpë tonë, në familje tonë, e shoshti, e ndreqe jetën me punë, me angazhim me dije, mosë mërë me punë të kota nga se, së është aja që e letësën jetën, që ke e vërshtisën jetën, që ke e vërshtisën? Andi Allah pari për letësim, a da letësim, merë me punë që të përkasën, merë me punë të duhra. Dhe shikane qëfar punë e bë muslimanit, shikane qëfar punë e bërë. Allah dhe fej dha ferakte, kër e kryjnë punën, do më peni punë e kër e kryjnë, në aktivitet në ashëm, fënsab, fjalla fënsab, a në qëfar kuptimi ka? Ska thonë Allah gjella fa'amel, vazhdo me punë, ja, ka në fënsab, fjalla fënsab, bjen për nësab, i bjen punë e ronë, punë e ronë, në në peni punë e të ronë, kalon punë të ronë tjetër, në në kalon e punë serioze, punë që kanë peshë, punë që kanë produktivitet, apo, ama jo për shambull njëri, edhe një më punë, edhe e shë një punë, për shambull, 2 javë dit, në punë njëm, qaj të po, 2 javë dit, është të e rezu, sulën felek edhe nësë, se i khlasën e konkuri shtunë në kalumë, në punë, 3 sure, apo 3 sure së një kry për 2 javë, apëtë. Ju do këtë qëdi ju, apëtë. A ju do këtë qëdi. Po mirë mere hatën e mramët kure ke bua të mramët, këtë të zbërtejsh në ku, i bjen ka i kuri vallanditje me kënu, apëtë. Ka një kuri vallanditje me kënu, hatë me i shbo dhe që ta është i korani, apëtë. Andaj, edhe kësaj si thotë, punë asë njëve. Punë, ndryshë e lezot korani, ndryshë e lezot hadith, ndryshë e bot i badeti, ndryshë e punë tjera. Masu knaq me punë tëllëta, knaq me naltë, sa ma naltë, gjitha punë e në dunja, masu knaq kur me pak, puna, angazhohu, ladu, mirë po gjithmonë, fundi i surës, wa ila rabbike farghab. Shka Allah sa i kujdeshëm, dikush më dhëta përshe e hoqë, theshe më s'punani shumë apëta. A përse të me punu, punë dunja, sa po dhëmë punani, sa të më ishë puna, mirë po veç që ta më s'malujt fundit, apëta. O ila rabbike farghab, edhe ka Zotë gjithë ti është i orientu më thënë. Në mësh me punu shumë dunja, ama gjithë me Allah me kuni lidhë një badet, në përmenje grahja, po kime pa që s'mun është gjithë, se ka ere orientimin, ta prish dunja e orientimin, e Allah po thëtë, po nësët mun është, po orientimin rruja, kibla rruja, gjithmonë, apo, këtheu ka kibla, gjithë. O ila rabbike farghab, gjithmonë syneje që ka t'jepë Allahu te barekutaala. Gjithmonë, punë sa dush, angazhohu, ladu, mësa krejt. Por kur mos e ul pazarin e sevapit, kur? Apo kuptoni? Domthon gjithmonë le të jetë fryti i punës tonë shpërblimi i Allahut azza wajel. Në keq çka ka shpërblim, çka ka sevap, mas miri të mundshëm me fitu, që atje bën uzelshëm. S'prish punë, ku do koft? Ama jo për shembull me da një kohë për sevape e një kohë për të tërshka. Ja, gjithë wa ila rabbike farghab. Gjithë ishtë i këthim ka Allahu te barekutaala. Gjithë mund të ishtë i këthim ka kërkimi i shpërblimit. Gjithë mund me pyet a ka sevap, a s'ka sevap. E nëse ka sevap, e ka shpërblim, e shikojmë që ka mas shumëti shpërblim, e që atje shkon mas shumëti. Që kjo është ajo që ta lehtëson jetën. Kur i zellshëm, i angazhum, lodhesh në punë duhura, apo gjithë me synon më të lartën, edhe në Allah mbështetesh. Kime pa sa jeta e lehtë bëhet, sa shpejt koha shkon, apo sa të vyn kohë e kështu me radhë për shumë punë tjera. Mirë po ka njerëz që me mujt me shit kohën ishin bu milionera ata. Me mujt po shitet kohën. O më ble kohën ishin bu milionera. Se ka njerëz që i vin do kohë. Ata janë milionerë, janë miliardera, po s'ko s'ka ato. E me mund m'ja blikohen dikujt, ja kështë japë ka gjithë dhe para ato. Për shumë, 24 orës me bo, për shumë 52 orë, një ditë. Problem është kjo, legjë Allah është nuk dryshon kjo. Ata i ka thonë, Hasan el-Basri rahimullah, ka thonë me mujtë dove që ty që përrinë gjami gjithë ditën, me oblenë dë vakt, jo kësha blejë Allah. Gjithë ditë që ty veç rinë, lafe, muhabet, nuk konë që bëjnë i badet. Ja, si në kone muhabet, atë në kuqësi. Atë në kuqësi që hini, që e kështë po falëna.
që kjo përshë, se bën këtë punë këta. Sa është kjo, nuk s'ka ditë, që gjithë ditën që si farmuar, gjithë ditën. Ka në që të një syvin vakti, këtë 2 saat mi pas 24 balë e kapë, sa të dush, se vinë ma shumë këtjeve. Një 5 saat me hongër buk, një 1 saat me flajt, se duhet me shku 50% e kohës me flajt, edhe një 2 saati me dalë pak martu qaq. Dë njerëzve 24 orë shi, me e këtu në 2 orë, thotë që së përshka vakti. Që ato 2 orë s'ka ka i mushë. S'ka angazhime, s'ka projekt, s'ka punë, s'ka lodhje. Kësë është muslimani kështu. Farë gabë, pej dhekrit kalan në Kur'an, pej Kur'an kalan në ders, pej kësaj kalan vizitat tafën, pej kësaj një maj familë, pej kësaj një maj dikujt bë punë, lexam sa. Angazhim i vazhdueshëm. Andaj të nëzë du me përfundu me këtë që ka thonë Ibn Bariku rahimullah, ka që i moment e vdekjes, ka që duke dek, e në shku një nga djetarë me vizitu, edhe ka dohë me a lehtësus gjendin, me qka? Me të që thamë? Me përgzimet e Allahu te barekutaala. Ja ka pranë një hadith ku ka përgzim për sabrin. Se ka pas dhimbje Ibn Bariku smut. Ibn Bariku ka qenë njeri që ka ditë shumë hadithe. Don ka ditë përmi se 200.000 transmetime i ka ditë. Apo kuptoni sa hadithet i ka ditë. Apo më rrë. Ka unë falë veç pak. E ka nxirë fletorën në krevet që ka pas. Ka unë abon e njerë që atë hadith loja. Ka unë ja imam. 200.000 dhe në përmërësh. Që së të deki e në fundë, është apë ndohën, për shjetë, dhe të prapë. Sa të marë frim, ka me shrujt apë. Nuk dihet me cilin hadith, Allahu më thotë hinë gjennet. Kur më sëna, nuk dihet. Vallai ka punë që ti mënen që me shtojnë gjennet, aja bëhet sebeb, ama kryesori është një punë tjetër që hiç i ka kështu vëmendje tjetër. Nuk dihet. Andaj mos nënçmas një punë mirë, mos nënçmas një aktivitet, mos nënçmas asnjë çështje që mund të jetë produktive. Por më rëndësi është organizoje kohën, menaxhoje kohën, ruaje kohën nga se kohë është jeta jote. Ruajeni nga hajnat e kohës, nga rrëmbyesit e kohës, nga shkatruesit e jetës në shumë rrjete sociale ku humbim kohë të vazhdueshme në gjëra pa lidhje, të kota, duke ushqyer kurreshtjen që kur s'ngopët me punë të hallkut, ku shkuan çka bën e çka tha. Le njerëz, nga se kur të hynë varr, s'kryjm punë vallahi as Facebooku, as filoni s'kryjm punë, që ke bo, vë ila rabbi ke fargab. Me që të punë që e kun ka Allah i këthijum, ka kibla, i orientua në kërkim të shplimit të Allah Gjellewala, që kjo të kryjmë punë. Që kjo është e që duhet. Andaj krejt jetën tonë, më me organizu, edhe punën për dunja, edhe fitimin e parës, edhe krejt që ka puna, banu i zelshëm. Mirë përveç më sara, orientoje ka Allah të barë këta që të shëndrohet në shpërblim dhe i gjykimit nga se s'ki ko me humb ti e me ndo kohën, këtë kohë e kam për dunja e këtë kohë për heret. Krejt kohë është për heret. Edhe dunjaja është për heret, nga se s'ka kohë edhe me pakon dhe të fish se e kemi, e limu me katë që e kemi. Andaj besimtari, nga punë në punë, nga angazhimin në angazhim, nga lodhja në lodhje, e pushimin ku e ka? Pushimin e ka në gjennet, si kur që e kanë pyet Imam Ahmed Rahimullah, kur ki mu nalë o borë? Ka thonë, kur e qesë koma në gjennet, që atërë thonë, pështumë pasha Zoti, e ati e flaj me rrimë sa dojmë, inshallah, binillah. Andaj të vëzër, rune kohën, rune jetën, këthenu ka Allahu të barek o tala, mosh në kohën aktivitet, lexoni, mësoni, punoni, angazhoni, ndihmoni, bashkëpunoni, ndërtoni sa të muni, punë të mira, ndihmoni njerëzit në forma ndryshme, që të ka Allahu të shpërbleni nga se një jetë e kemë, nëse që ta nuk e pasurojmë me kënaqësi të Allahut e shpërblim, nuk di që shkëna me dalë për Allahut më ndëmohë. Andaj jeta e lirë, jeta e mirë, jeta e këndshme është në qëto regula, në surën e çlirimit të gjoksit dhe të qetësisë shpirtënore. Allah është me përmendjen, Allahu xhallahu nderoft për sabrën që tregonin në përcjelljen e këtyre derseve. Zoti xhallahu ala i pastroft zemrat, na shpiroft Allahu xhallahu ala gjoksin e mendjen, e na pastroft zemrat, na udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe takim dashur, Zoti ju shpëlbeft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.